Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të Drejt për Drejt. Këtë të enjte të 3 prillit do t'jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë teleshikuesit e emisionit ton që janë duke udhëtuar dhe s'janë përpara ekranave, jemi live edhe në Radio News 24. Pikërisht kjo ditë do të na sjellë sot rikthimin përpara 24 orësh, kur në Shqipëri në orët e para të mëngjesit, po ashtu edhe në shtetin fqinj në Itali, u hap lajmi me një shpejtësi që një 22 vjeçare shqiptare me origjinë nga Lushnja, por që lindur dhe rritur në shtetin italian, Ilaria Sula, ka ndruar jetë, trupi i së cilës është gjetur në një valixhe në periferi të qytetit të Romës. U dyshua fillimisht i dashuri i saj 23 vjeçar, me të cilin ishte njohur në një fast food në Itali ku kanë punuar të dy, i dashuri 23 vjeçar që prej datës 25 mars e kishte thirrur në banesën e tij dhe më pas se çfarë ka ndodhur, ai ka rrëfyer gjithë ngjarjen për policinë italiane. Shokuese ka qenë ngjarja në fakt edhe për familjen Sula, për nënën, për babain, për vllain, xhaxhain dhe bashkëshorten e tij. Të gjithë këta kanë qenë ditën e djeshme dhe prej shumë ditësh në policinë italiane ku janë njohur me ngjarjen, kanë qenë prindrit që kanë alarmuar pse Ilaria nuk kishte kthyer ditën e diel për të festuar Fitër Bajramin në familje. Prindrit e kanë pritur tek stacioni i trenit, janë gjitha detaje që na ka dhënë gjyshi i Ilarias në një lidhje telefonike që ka pasur ditën e djeshme me mua personalisht. Ne do dëgjojmë edhe fjalët e ndjera të gjyshit të Ilarias, pasi e gjithë familja ditën e djeshme ka qenë në Rom, vazhdojnë të jetë në Rom dhe Roma ditën e sotme është përfshirë gjithë qytetarët e saj, i madh dhe i vogël, rini dhe jo vetëm, në një marshim proteste në lidhje me çfarë ka ndodhur me 22 vjeçaren shqiptare Ilaria Sula. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur dhe ditën e sotme nuk do dëgjojmë vetëm zërin e gjyshit të Ilarias, kanë dalë disa mesazhe të shoqes së saj të ngushtë, ne i kemi në dispozicion këto mesazhe të cilat ata janë lidhur me Mark Samson, pikërisht me vrasjen filipinez me origjinë nga Filipinia, por që ka jetuar dhe ai dhe ka studiuar në Itali në Rom. Ndiqni materialin. Një 22 vjeçare shqiptare u gjet e vrarë nga policia e Romës pasi ajo ishte raportuar e zhdukur prej familjes që nga data 25 mars trupi i Ilaria Sulës u gjet brenda një valixhe e të hedhur në Umner. Autori i vrasjes së saj dyshohet të jetë ish i dashuri i saj, një i ri me origjinë nga Filipinet, i cili u arrestua dhe e ka pranuar vrasjen. 23 vjeçari Mark Samson, me origjinë filipineze, i arrestuar për vrasjen e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula në Itali, studionte për arkitektur e punonte si kamarier. 23 vjeçari ka pranuar vrasjen e shqiptares, duke thënë se e ka goditur disa herë me thik, trupin e futi në një valixhe dhe e hodhi në një zonë të pyllëzuar. Policia italiane kontrolloi mëngjesin e së mërkurës banesën e tij ku ai jetonte me prindrit, një çift që jetonte prej vitesh në Itali. Nëna ishte shtëpiake ndërsa i ati punon në një shtëpi burgjeze romake. Miqtë e familjes e përshkruajnë të riun si një djalë të mirë dhe prindrit e tij ish i dashur i Mark Antonius Samson, 23 vjeç, student në Universitetin La Sapienza, me familje me origjinë nga Filipinet, por i lindur në Itali, e ka vrarë Ilaria Sulën ndoshta që të njëjtën natë dukes së saj. Vrasja ndodhi në shtëpinë e familjes së tij në Via Homs, në lagjen Africano, ndërkohë që prindrit e tij ndodheshin në banesë. Pasi e vrau, ai e fsheu trupin në një valixhe, e cila ishte shumë e vogël për të mbajtur trupin e saj të tërë, dhe më pas e transportoi 40 kilometra larg duke hedhur thikën në një kazan plerash. Do shkojmë ditën e sotme jo vetëm se çfarë ka thënë gjyshi 22 vjeçares në një bisedë telefonike nga Italia drejt për së drejti me mua personalisht, por do të tregojmë edhe mesazhet e shoqes Ilarias me Mark Samson, me 23 vjeçarin që kishte mbaruar arkitekturën në La Sapienza, por që ishte njohur me Ilarian, 22 vjeçare studente po në La Sapienza, pikërisht për statistikë në një McDonald's. Aty kishin punuar, kishin një vitlidhje së bashku për një
një muaj Ilaria i kishte thënë në stop lidhjes së saj me filipinezin, ndërkohë që ky fundit nuk e ka pranuar ndarjen dhe me 25 mars e ka thirrur pikërisht në shtëpinë e tij. Ndërkohë që policia italiane po punon për të zbardhur të vërtetën a ka bashkëpunëtor të tjerë 22 vjeçari, pasi prindrit e këtij të fundit ende nuk kanë dhënë versionin e tyre dhe janë në kërkim nga policia italiane, pasi dyshohet se sipas versionit të 22 vjeçarit kanë qenë në dhomën ngjitur aty ku është kryer edhe ngjarja makabre. Tham edhe një herë, e gjithë Roma ditën e djeshme dhe ditën e sotme, i madh dhe i vogël, të rinj, të cilët i është vrarë shpresa për të qenë në një lidhje me të dashurit e tyre për të krijuar familjet. Mendohet që e gjithë ngjarja ka ndodhur në mes të ditës dhe askush nuk ka reaguar. Imagjino vajza dhe shoqet e Ilarias që mendojnë do dalin me të dashurit tanë të cilët nuk i njohim dhe imagjinoni të dalin me ta natën. Këto janë pamje që vijnë drejt për së drejti nga Roma ditën e djeshme, ditën e sotme, ka qytetar edhe në moshë të mesme dhe në moshë të madhe, të cilët kanë marrë megafonin dhe kanë dhënë një alarm të madh për gjitha autoritetet në Itali. Dhe në fakt, ditën e djeshme në Itali kanë qenë edhe 2 ngjarje të tjera paralele, por të cilat nuk i përkasin Shqipërisë, por vëmendjen kryesore ka marrë ekzekutimi 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula. Me mua në studio ditën e sotme me një bagazh informacioni nga Italia vjen avokatja zonja Gjeni Londo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Gjeni, së bashku do të flasim për gjitha detajet që ti ke marrë në Itali në lidhje me ngjarjen, janë detaje ekskluzive që dalin për herë të parë ditën e sotme në emisionin Me zemër të hapur, ashtu siç është edhe intervista e gjyshit që kemi munduar të shkëpusim shumë pak fjalë në fakt për hir të së vërtetës. Ai ka folur pak më gjatë, por kujtimet e tij dhe dhimbja e tij ishte shumë e madhe teksa priste që djemt së bashku me nuset edhe me nipin të ktheheshin nga Roma dhe në familje dhe të jepnin një shpjegim edhe gjyshërve të Ilarias. Ai ka treguar në fakt për emisionin Me zemër të hapur, kur është takimi i fundit, si e kanë pritur Ilaria në ditën e diel, si e kanë bërë denoncimin nëna dhe babai, se ajo nuk është kthyer në shtëpi tek stacioni i trenit, kanë dalë prindrit për ta pritur në Terni, aty ku jeton familja, dhe për këtë shkak ajo ishte vendosur me disa shoqe në Rom, kishin marrë një shtëpi me qira, dhe ndërkohë duke mos u shfaqur dhe prindrit i binin vazhdimisht telefonit të SRS dhe ajo nuk përgjigjej, ndërkohë kanë shkuar më pas në policinë e Romës dhe aty me sa duket është zbardhur e gjithë dinamika, sepse dyshimet kryesore kanë qenë tek ishi dashuri, për një muaj ishin ndarë tek filipinezi Mark Samson. Në krahun tënd është psikologu ynë klinik Eduard Tafa. Përshëndetje, Edi, mirë se erdhe. Përshëndetje. Do të flasim për këtë fenomen, por edhe për frikën që ka shkaktuar tashmë tek të rinjt në Rom, tek shoqet e Ilarias, se si duhet qasen me djemt, se si t'i njohim djemt. Ato kanë folur shumë qartë në lidhje edhe me disa karakteristika të Mark Samson, kur nuk ja shkonte në mendje që ai do ishte vrasësi dhe aq më tepër në këtë lloj mënyre. Dua të kaloj pak tek Gjeni, nëse në 2-3 fjali shumë shpejt përpara se të dëgjojmë edhe gjyshin e Ilarias se çfarë ka thënë për redaksinë e emisionit për mua konkretisht, çfarë informacione shketi në lidhje me ngjarjen. Atëre, ky është një rast i cili na vjen përtej Shqipërisë, por që ka të bëjë me një shtetase shqiptare, e cila është vajza e 2 emigrantëve shqiptar. Në fakt, në denoncimin e bërë në 25 mars, hetimet përfunduan me një ngjarje tragjike ku është marrë dhe është gjendur trupi Ilaria Sulës. Në fakt, në momentin e parë, dyshimet shkojnë ke ish partneri saj, një person i cili kishte bërë një ndarje së fundmi me të, ishin të dy në të njëjtin shkollë, në La Sapienza, por për deg të ndryshme. Në fakt, gjithë indicjet që kanë çuar ke ish partneri ishte në momentin që është bërë dhe gjurmimi i telefonatave dhe i mesazheve të Ilaria Sulës. Dhe ato kanë çuar në ndjekjen e filipinezit Mark Simpson. Në fakt, në të gjithë ngjarjen, mendohet që rasti ka të bëjë me një ndarje e cila nuk është pranuar dhe nga dëshmitë e dhëna nga vllai dhe nga shoqet në cilën ne i kemi marrë dhe kemi bërë pjesë të emisionit, të gjitha këto deklarime tregojnë që ish partneri nuk ka pranuar në asnjë moment këtë ndarje, duke insistuar në takimet
me vajzën, por se çfarë e ka bërë atë dhe çfarë ka bindur që të shkojë të atakojë, kjo ngelet enigmë në fakt. Sepse në të gjitha deklarimet që janë bërë ndaj të Pandeurit në prokurorinë italiane, në të gjitha pyetjet të cilat ishin për motivin që e kanë çuar, ai duke pas në një drejt ligjore ka refuzuar të përgjigjet. Pra ai nuk ka dhënë asnjë lloj motivi deri më sot se pse e ka bërë këtë. Të gjitha këto janë indicie që merren për shkak të ndarjes, por në të vërtetë ne nuk e dim se çfarë e ka çuar për të bërë të vrasje makabër. Gjithsesi, ajo që kemi të bëjmë, rasti që kemi të bëjmë sot, ka të bëjmë me shumë deklarime të cilat janë bërë nga vajzat, të cilat bashkëtonin dhe mbanin gjithashtu dhe korrespondencën me Mark Simpson, i cili tregonte që është duke bashkëpunuar me policinë për gjetjen dhe për marrjen informacione për Ilaria Sulën. Domethënë ai tregonte një bashkëpunim si me vajzat që bashkëtonte, si me prindrit e Ilaria Sulës, të cilës madje babai tregon që dhe ka përqafuar duke thënë mos u shqetëso se do ta gjejmë Ilarian. Pra një lloj personaliteti shumë i çuditshëm dhe shumë i ftohtë, sepse një njeri i cili ka kryer këtë vrasje makabër dhe pastaj vjen dhe tregon suport dhe gjithashtu bashkëpunon me familjen për të gjetur detaje që mund ta gjurmonit dhe mund ta gjeni dhe shfaqej i dëshpëruar. Mirë, këtu të ndalojmë për natyrën e filipinezit dhe të dashurit 23 vjeçar, i cili ka shkuar së bashku me prindrit e Ilarias në polici dhe është përqafuar edhe nga babai i kësaj të fundit që mos u shqetëso se do ta gjejmë. Megjithatë, ndoshta ky mund të ketë qenë një truk për cilin ne do flasim vetëm pas pak bashkë, sepse shoqet e Ilarias kanë nxjerrë edhe mesazhet, shoqet e dhomës kanë nxjerrë edhe mesazhet, kanë dhënë edhe ato deklaratat në mediat italiane, kanë dalë këto mesazhe të cilat na janë vënë edhe ne në dispozicion dhe në fakt i kemi përkthyer për të ditur edhe për fshirjen e 23 vjeçarit filipinez. Gjithsesi, ky truk ka çuar sepse prindrit e kanë besuar që në fillim që nga zhdukja me 25 mars diej se diçka nuk shkonte në të përditshme në Ilarias dhe shpresat ishin shuar për ta gjetur atë të gjallë. Ndërkohë, po, ja, këtu jemi në një moment në fakt, nxori regjia, kemi celularin që na është vënë në dispozicion ditën e diel, ku shoqja në fakt i ka shkruar Markut, Mark më fal për shqetësimin, por më erdhi ky lajm nga që Ilaria është dukur, ka që të martën digjëti dhe në fakt ditën e hënë i është përgjigjur Mark, po mundohemi ta zgjidhim me policinë, sepse ditën e diel, siç ka thënë edhe gjyshi në një intervistë për emisionin Me zemër të hapur, nuk ka shkuar për ta festuar Bajramin, Fitër Bajramin dhe prindrit e kanë pritur në familje dhe kanë pritur tek stacioni i trenit, po mundohemi ta zgjidhim me policinë, sapo të kem një lajm, do të lajmëroj nëse ke dëshirë, faleminderit. Shoqja thot, mua më erdhi foto dhe më kërkua ta shpërndaj, pata idenë se ti dije diçka, por me sa duket që nga diçka serioze, ndjes që të shkruajta në një moment si ky e kuptoj, por në qoftë se ka lajme të reja normale që dua ta di, faleminderit. Pra janë këto mesazhet që ne i kemi në dispozicion nga shoqet e Ilarias dhe jemi munduar t'i shfaqim edhe për publikun shqiptar. Do ndalojmë pak këtu me të gjitha informacionet, se dhe një detaj shumë të rëndësishëm në lidhje me 23 vjeçarin dhe marrëdhënien në këto ditë, derisa është zbuluar e vërteta midis policisë, prindërve dhe të dashurit, ish të dashurit të 22 vjeçares, por le të ndjekim fillimisht se çfarë ka thënë gjyshi i Ilarias nga Italia në një telefonat me mua personalisht, me redaksinë e emisionit Me zemër të hapur, e ndjekim në këto momente. Ngushëllime për vdekjen e Ilarias. Si është gjendja e djalit nusës Nipit? Ke gjën baba ju. Jo mirë. Jo mirë. Ata kanë qenë mena, ka një javë mena. Po. I mena ta sot. Po. Sot se kanë jatje meneve, që telefonat të tëne i kanë ata të policisë. E kuptoj. Që të mojnë që dona, që kanë që duhet. Edhe unë ka që s'ka folë as me shunin, as me nusën, as me nipin. E kuptoj. Se unë jem të e një të jenë në rëmë. E kuptoj. Si e morët vesh lajmin? Unë e morë vesh. Sot në
9 gjys. Po mua mori një mik. Një mik që është a ka nuse çunit a ka daj. Po. Ta ku je bashkim, ha? Tash jem kafe. Dëgjoj jo hashim. Ç't kanë haj? Ç'ka kanë? Shuk punë ha. Ilaria ka vdekë. Edhe o gjinë ha. Ja, o gjinë ha, po ka gjinë e vdekna. Hashim s'di jo. Hajde ha sem shpije çun. Çun e hash në kush aty. Çun e hash në Rom. Vire çun të janë gjithë në Rom, shumë me nusë. Vetëm neve dy plot jemi që kemi premajtë çun këtu, çunit vogël. E kuptoj. Po Ilaria sa kohë kishte që ishte zhdukur? Kur ishte zhdukur Ilaria? Ajo ishte që më datë 25, po ne prisim për bëram të ditë në parkën e Pliu. Ju e prisnit... Këtë treni. Po, ju e prisnit për Bajram, apo jo, me datë 30? Në Bajram jem 30. Po. E po, thamë ne, ha çuni se bëjnë shumë të bashkë aty. Po nuk po vjen hanuse vet, nuk po vjen goca. Ku ishte? Shtim jo, nuk po gjej telefon fare. La çuni punë, çuni më, ai më del në Rom. Aty më snë. I në të për të që ditë të edhe skandal, nuk e nga shpima. Shpija është mirë dhe kyç, s'ka asë një bërë. E kuptoj. Pra do thotë Luli edhe Gzimja e prisnin të vinin për Bajram. Ajo nuk erdhi dhe bën denoncimin, apo jo? Nuk erdhi, edhe mëse vëtë në sënë tjene, vëtë quni ke shkolla, në interesu, pyjtën e këtej. Ata thanë që kjesë a shokja, ata shokja thoje që ka qenë, se ka dalë, aja ka dalë. Se mësi nga dalë, se mësi që në zdim, jo nuk kim të një vare. Unë si gjyshe edhe të jo, më të ndojnë. Unë kuptoj. Ti vetë si gjysh kur ke folë, zoti Bashkim me Ilarian për herë të fundin, të mban mend? Ki që në gjyshe, sa për vitri. Për vitri. Në thera ka ma shumë. Mira, kur bëna 70 vjetë në gusht, në korrik, në nën korrik, atëherë u gëzu më gjithë, si më loa gjithë dashamirë të mi, më festu në fëmijët, aja që kënekësia ime, këtë hejajt në edhe dënet, i në të këshpjerë, edhe në të këtë këne, ka që e këtë për vitri, apo jo? Sana juj. Për vitri? Për vitri, apo jo? Për vitri ishte edhe takimi edhe... Për vitri, që edhe për vitri, fatikisht, që edhe për vitri, se s'ma me mosh, më jem 70 dish, sa një dish. Dhe jemi glushilazë, pi 20 kokre i lazën ti. Po, e mban mend kur erdhi aty ke shtëpia juaj? Çfarë ju tha? S'faj jo, nuk faj. Si shkonte me shkollën, me shoqet? Mirë. Dhe që ish me, zë jo me pusjeshë, me gjitha gjona, shumë mirë. Përnaqë. Ju tha që kishte njohur këtë djalin? Jo, me ne, jo atë kejen. Jo. Nuk e di me prindëve s'di jo, për me ne s'di jo. Me ne jo, janë do, së dije, mu s'di jo fare e se ishe shtu, e lidhe. Zoti Bashkim. Zoti lidhe, ne nuk prishin punë. Zoti Bashkim, ti ishe e lidhur me Mbesën? Qa kujtimesh kemi Ilarian? Unë kam 2 të gocës, se të gocës e ka në fetikasi të ka vdek burin. Po, ngushtlina. 3 meset të gocës, i kam këtu. Po. Edhe një mesin edhe këtë në Ilarian. Po. Ka dhe që unë i vogël 2 meset tjera, unë jem gjysh e kalu gjyshin. Të rojnë. Kjo ishte një bisedë e shkurtër mes shumë kujtimesh, por dhe si e ka përjetuar familja Sula, e cila jeton e gjitha pikërisht në Itali, gjyshrit e Ilarias, prindrit e saj, vllai lindur dhe rritur në shtetin italian, Xhaxhallar, Halla, Teze, të gjithë jetojnë duke lënë zonën e Lushnjës nga vjen origjina e Ilarias. Ajo ishte e lidhur shumë me origjinën e saj, vinte shpesh në Shqipëri, merrte pjesë
pikërisht edhe në gëzimet e gjithë farefisit të saj në Lushnjë, kur ktheheshin të gjithë bashkë, madje në muajin shkurt, gjyshi i Ilarias ka treguar se kishin një muaj përpara se ndodhi edhe ngjarja e Ilarias, në muajin shkurt, në fund të shkurtit, në fillim të marsit kanë qenë së bashku me gjyshen e Ilarias në zonën e Lushnjës, pasi disa banesa të kësaj familje ishin vjedhur dhe ato kishin ardhur për të vendosur kamera, kishte mbritur gjyshja, por dhe familjar të tjerë. Ndërkohë, ai të paktën ndau disa detaje, nuk ishte në dieni të lidhjes, me sa duket fillimi një lidhje të Ilarias me 23 vjeçarin filipinez që më pasi mori jetën, ndoshta nuk e ka bërë atë të sigurt për ta treguar tek familjar jo të ngushtë të babait, nënës edhe të vllait. Për një muaj ajo ishte ndar, ishin arsyet e kësaj 22 vjeçare për të lidhur me shokun e saj të punës edhe të shkollës, por njëkohësisht për t'i dhënë fund edhe kësaj marrëdhënie dhe nuk e dim se në çfarë thana, në fakt Ilaria ka vajtur në banesën e 23 vjeçarit Mark Samson dhe e gjithë ngjarja ka ndodhur në dhomën e 23 vjeçarit, në dhomën ngjitur kanë qenë prindrit e tij dhe nuk e dim për fshirjen e prindërve të 23 vjeçarit. Ne kemi të tjera materiale se si e mësoi xhaxhai i 23 vjeçarit live nga mediat në Itali vrasjen e Ilarias dhe përfshirjen e nipit të tij. Ai deklaron që nuk di se ku ndodhet vllai dhe kunata, pra prindrit e 23 vjeçarit. Do të flasim për fjalët që ka thënë profesori Ilarias, por dhe shoqet e saj. Të gjitha këto vetëm pas pak më njëherë pas hapësirës së parë publicitare. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Në pjesën e parë kemi mundur ditën e sotme të flasim jo vetëm për ngjarjen e ekzekutimit të Ilarias Sulës, një 22 vjeçare shqiptare lindur, rritur dhe studiuar në Rom, madje ajo frekuentonte edhe Universitetin La Sapienza të Romës, ishte larguar nga Terni aty ku jeton e gjithë familja Sula. Ajo është me origjinë nga Lushnja. Ekzekutimi i saj u diskutua në pjesën e parë për mënyrën që ka sjellë një reagim të madh edhe për gjithë qytetarët e Romës, por edhe për gjithë qytetarët e Italisë, por një rëndësi të veçantë i kanë dhënë edhe mediat në Shqipëri për vetë faktin që familja Sula ishte me origjinë nga Lushnja dhe 22 vjeçarja vdiq në mënyrën më të pamerituar të mundshme. Me datën 25 mars ajo është thirrur në banesën e të dashurit 23 vjeçar filipinez. Ai është Mark Anthony Samson, 23 vjeçar i cili kishte mbaruar bachelorin për arkitektur, ishte njohur në punën e tyre të përditshme në një McDonald's. Dalin mesazhet e shoqes Ilarias në një komunikim me ish të dashurin, ndërkohë që të gjitha detajet që na vijnë nga Italia nëpërmjet avokates zonjës Jenny Londo, edhe kjo foto ekskluzive në fakt e emisionit Me zemër të hapur i çiftit kur kanë qenë prej një viti të lidhur së bashku. Për një muaj Ilaria i kishte dhënë fund kësaj marrëdhënie dhe nuk e dim arsyen. I dashuri 23 vjeçar me datën 25 mars e kishte thirrur në shtëpinë e tij. Nuk dihet ende fakti kush është arsyeja pse e kishte thirrur, çfarë ka ndodhur mes çiftit, si e ekzekutoi ai, si e mori një valizhe dhe e çoi pastaj në periferi të Romës në një humner, pamje të cilat mund të na japin në mbulim edhe regjia në këto momente, ndërkohë që trupi pastaj ka shkuar tek mjekësia ligjore. Në fakt është moment shumë i vështirë për familjen Sula, edhe një herë i japim ngushëllimet e drejtë për drejta, dhe pse ja kemi çuar të paktën unë personalisht babait Ilarias, ngushëllime edhe në emër të redaksisë së emisionit Me zemër të hapur të televizionit ton, ka prodhuar pikërisht reagim në Rom, një marshim homazh, marrja e megafonit nga gjithë grupmoshat. Në këto momente unë do doja të flisnim pak për Ilarias Sulën, se kush është ajo në sytë e profesorit të saj. E ndjekim këtë intervistë në gjuhën italiane që do përkthehet ditën e sotme edhe nga avokatja jon, nga zonja Jenny Londo, për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Shfaqim fjalët e profesorit, fjalë të ndjera në fakt të tij dhe të përkthyera nga avokatja jon. Io ho tanti allievi dei quali vado fiero, cioè conosco tanti Unë ragazzi. kam disa studentë për të cilët jam shumë krenar. Ata më mrekullojnë përfundësisht. L'unico modo perché si possono evitare al di là E vetmja mënyrë për të
nuk janë vetëm për të ndaluar fenomen, nuk janë sanksionet, por që duhet bërë një edukacion kulturor, familjar, dhe kjo duhet bërë me themel. Po. Pra, edhe një herë ta përmbledhim për gjithë ata që na kanë ndjekur, nuk e di në qoftë se kam një njoftim nga regjia, është dëgjuar përkthimi i avokatës Toni Zenjit, është dëgjuar, më thot regjia, gjithsesi ne e përmbledhim bashkë. Patjetër. Ajo deklarata që bëri profesori ishte që ai ka të bëjë me shumë studentë të cilët janë shumë të mirë dhe shumë të zotët, dhe ndihet shumë krenar, madje ai shprehte që jam i mrekulluar pafund për mënyrën se si këta studentë janë. Por, përsa i përket këtij fenomeni, nuk është sanksioni, thot profesori, por është një edukim rrënjësor, kulturor, i cili duhet bërë nga vetë familjarët dhe duhet bërë një ndërgjegjësim. Pra ishte një keqardhje shumë e madhe për profesorin që e mori vesh lajmin në këtë lloj mënyre, dhe madje në deklaratat dhe intervistat që janë marrë, ai madje nuk ka zhvilluar as orën e mësimit, por ka bërë një mbledhje me studentët e tij, duke bërë një referat për sa i përket rastit dhe se si duhet ne të reagojmë dhe se si duhen këto vajza të mbrohen. Pra është një prekje shumë e madhe e cila ka marrë dhe një hovë shumë të madh në këtë universitet, ku janë bërë në shenjë proteste, disa marshime dhe disa fjalë të cilët janë thënë nga studentët. Dhe ata e kanë bërë këtë protestë dhe këtë marshim për t'i dhënë zë dhe për të kërkuar të drejta dhe për ata që nuk janë më fatkeqësisht dhe kanë qenë pre e këtij fenomeni. Profesori Ilarias në fakt tregoi se kush ishte Ilaria në të vërtetë, çfarë ka bërë ai ditën e dieshme sapo ka mësuar lajmin. E rëndësishme është ajo që thot profesori Ilarias, zotria që dëgjuam pak më përpara, një revolucion kulturor, jo vetëm arsimor, por edhe familjar. Një ndërgjegjësim sidomos në gjeneratën e re për të ndaluar këto lloj fenomenesh. Në fakt ky ndërgjegjësim ka filluar ditën e dieshme nga profesori se si e ka mbledhur studentët e tij, auditorin, dhe i ka folur për këtë rëndësinë sepse ka parë një lloj frike tek rinia, tek shoqet e Ilarias. Në pjesën e parë pa mesazhe të cilat do t'i rikthejmë sepse ka shumë për diskutuar psikologu në klinik, por kjo frikë ka ardhur pikërisht nga shoqet e Ilarias. Se çfarë kanë thënë shoqet e Ilarias për mediat në Itali, e ndjekim në këto momente të përkthyera nga Xheni dhe rikthehemi përsëri në studio. La lezione che c'è stata adesso Ngrini pak zërin. Il professore non si è sentito di fare lezioni e si è commosso, ha fatto un discorso. Profesori nuk bëri mësimin sepse u prek spiegando che dhe mblodhi gjithë klasën për t'i shpjeguar që nuk duhet bëjmë një hap mbrapa dhe të reflektojmë. e si è tirato indietro. Dhe u tërhoq dhe nuk e bëri mësimin. Non so, manifestazione. Sapienza duhet të bëj diçka, një manifestim, diçka në një farë mënyre. Kjo do shifet. Shpresoj shumë që t'jemi afër. Non frequentava spesso, ma Ilaria nuk e shkonte shpesh, mbase nga që ajo ishte pak timida, domethënë e turpshme. Dhe nuk është se e hasnim shumë shpesh, përgjithsisht rrinte mbrapa, thot shoqja. Dhe nuk është e hasus shumë në orët e mësimit. Pra, nuk shfaqe, nuk përshfaqe në orët e mësimit, ajo ishte një natyrë e tërhequr, por përforcoi fjalët e profesorit të saj, i cili i kishte mbledhur, i kishte folur për situatën, nuk kishte zhvilluar mësimin dhe i kishte thënë të mos trëmben sepse ky është një moment reflektimi për të gjithë, si për të rinj, si për prindrit, si edhe për institucionin e shkollës. Gjithë shoqërinë në përgjithësi, sepse kjo në fakt në Itali po trajtohet si një femicidio, sepse po ndodhin raste të cilat kanë të bëjnë me vrasje gjinore, pa përvritën femra. Dhe 40% e vrasjeve ndaj femrave bëhen nga partner ish bashort ose bashort. Dhe kjo bëhet për shkak gjinie, për shkak të stereotipeve që qarkullojnë në shoqëri dhe të normave që ne kemi. Pra, dhe kjo nuk është një fenomen vetëm shqiptar, sepse kemi hasur shumë dhe kohët e fundit në Shqipëri, po ky po bën një fenomen global ku po vriten femra. Dhe ndoshta fakti që është bërë një protestë kaq e madhe sot në Rom, do thotë për shkak të rasteve të fundit, të cilat po ndodhin gjithmonë më shpesh. Vajzat të cilët na kanë bërë deklarime që nuk munden më
të sille me një djalë, si që janë sille më përpara, për kësaj frike dhe për këti ankthi cili është krijuar në shoqërinë italiane. Pra, nuk din thonë vajzat që se si të themi një djali që nuk na intereson më. Pra, nëse ne themi një jo, do marrim dhunë, do marrim ofendime, do marrim dhe raste të cilat kanë të bëjë dhe me vrasje. Pra, nuk din si të sillemi. Dhe gjithë kauza duhet të bëhet një ndërgjegjësim themelor në shoqëri, ku djemt të ndërgjegjësohen që vajzat kanë të drejtat e tyre dhe kanë të drejtë të pranojnë dhe mos të pranojnë çdo gjë të cilët u jepet ose duan të marrin në fundit. Pra, duhet pranojnë një jo, e cila duhet jetë jo vetëm për shoqërinë shqiptare, sepse ne duhet marrim këto lloj modelesh ndërgjegjësimi, që edhe këto rastet që ndodhin në Shqipëri na tregojnë që ne duhet të ngrihemi dhe të ndërgjegjësohemi dhe të bëjmë çështje të kulturës tonë që kur preken të drejtat e vajzave të ngrihet zëri akoma dhe më shumë, sepse vetë shoqëria është maskiliste dhe ne këtë kemi provuar në shumë raste, për raste të cilat na kanë ndodhur vajza që keq trajtohen, që dhunohen dhe që në fund detyrohen të mbyllin gojë dhe mos flasin për shkak të fenomenit, problematikës apo mentalitetit dhe atë pavarësinë ekonomike që vajzat në Shqipëri në fakt nuk e kanë. Diçka e cila duhet të marrë fund, dhe duhet të marrë fund në gjithë shoqërinë në fakt, dhe të bëjë një ndërgjegjësim global. Në fakt, është dhënë zë dhe në Shqipëri, ndërmjet fondacioneve dhe shoqatave të ndryshme të cilat mbështesin gratë të dënuara, mbështesin gratë të cilat janë viktima të çështjeve të ndryshme si ky që ne që po hasim sot, por që duhet bërë akoma patjetër dhe diçka më shumë. Gjithsesi, ti në fakt kishe disa informacione për mënyrën edhe se si ka punuar policia italiane, kishe informacionin për mënyrën se si babai Ilarias ishte sjellur me ish të dashurin, sot të nxorëm të paktën edhe për publikun shqiptar mesazhet e shoqes së Ilarias, shoqes së dhomës, në fakt që ka shpërndar informacione mbi bashkëpunimin që ka pas shkëmbyer në fakt, ka shkëmbyer me Mark Samson. E gjithë ngjarja është zbuluar dhe do ishte në fakt jo kaq lehtë zbulueshme. Besoj kur prindrit janë vënë në alarm, imagjino që prindrit mos të ishin vënë në alarm ditën e diel që kanë mbritur tek stacioni i trenit, sipas intervistës ekskluzive dhe të gjyshit të Ilarias, për Fiter Bajramin, i kanë rënë telefonit sepse janë shqetësuar që vajza nuk po kthehet teksa e prisnin tek stacioni i trenit, aty telefoni i saj nuk funksiononte. Megjithatë, menjëherë kanë shkuar në Rom të gjithë, fillimisht policia e Romës, edhe sipas gjyshit, por edhe sipas informacioneve që ti ke, ka marrë dhe ka sekuestruar telefonat e familjes, të nënës edhe të babait dhe të vllait fillimisht. Indicia e parë ka qenë nga familja përse përket ish partnerit. Imagjino të mos kishte një moment feste siç është Fiter Bajrami, që festohet edhe në Itali. Partneri, në momentin që kishte bërë dhe veprën penale, ai përdorte telefonin e Ilarias. Pra, familjarët i dërgonin mesazhe se si ndihej, ku ishte, çfarë po bënte, dhe përgjigjet ndërkohë i jepte ish partneri. Dhe ishin përgjigje të cilat ndoshta familjet shqiptare, duke qenë se kanë dhe shumë afrimitet me fëmijët, merrnin disa përgjigje të tipit nuk e di kur do vi, domethënë shumë të prera, dhe kjo ka qenë indicia e parë që diçka me atë po ndodh. Indicia e dytë ka qenë biseda që kanë bërë me shoqet e dhomës. Dhe në bisedën që është bërë me shoqet e dhomës, Ilaria ka ikur nga dhoma e shqetësuar dhe nuk ka deklaruar, nuk e kishte bërë më përpara dhe nuk ka deklaruar se ku do shkonte. Por fakti që s'kishte marrë veshje, nuk kishte marrë valizhe, nuk kishte marrë asgjë, do thotë që nuk kishte planifikuar një zhdukje të saj apo një gjë. Po edhe përdorimi i telefonit i celularit të Ilarias nga Mark Samson solli pastaj edhe zbulimin e gjithë vërtetës. Sa ai kishte guxuar të shkruante edhe nga celulari i saj. Dëshmish që janë marrë nga prindrit dhe ata kanë bërë denoncimin. Prindrit e Ilarias, gjithmonë të Ilarias. Dhe ato kanë bërë denoncimin dhe më pas prokuroria italiane ka sekuestruar telefonat si të Ilarias dhe si të Mark Samson, me të cilat ka gjetur biseda që Ilaria po shkonte për të bërë një takim me të. Dhe këtu ka nisur e gjithë çështja. Më pas, mbas të pyetjeve të cilët i është bërë prej 12 orësh, ai më në fund pranoi që e ka bërë vrasjen dhe tregoi dhe ku është trupi i cili është futur në një valizhe. Nuk e dim sa ka qenë të përfshirë dhe familjarët, sepse mendoj që një peshë të paktën
në ilarjes të 60-70 nuk mund të ngrihet vetëm dhe të zbritet në përkate. Jo, ka qenë trup shkurtër, 1,55 e gjatë dhe 50 kg peshonte. Peshën e ka pas, si do i qoftë, domethënë nuk e di se si trupi mund të fundat të valizë. Mendohet që është bërë... Mendohet që mund të ketë dhe shenja bashkëpunimi pa diskutim. Mendohet që është bërë ditën të paktën, sipas informacioneve që ti ke. Mund të ketë dhe bashkëpunime. A i ka punuar që në dhomën gjitur kishin qenë prindrit. Atere, vrasja mendohet që është bërë në mes të ditës dhe zhvendosja pasaj trupit nuk e dim në çfarë momenti mund t'jetë bërë. Dhe nëse kam pasur apo jo bashkëpunim prindrit e Markut të nuk e kemi të deklaruar sepse ata nuk gjënden. Gjurmët e tyre ne nuk i kemi, janë bërë deklarata nga Xhaxhai i cili e mori vesh në transmetim, por nuk di vendodhjen e prindërve. Megjithatë, Xhaxhai në fakti Mark Anthony Samson e ka mësuar live nga mediat lajmin çfarë ka bërë nipi i tij, se çfarë ka deklaruar ky fundit për mediat italiane do përkthehet përsëri nga avokatja jo nga zonja Jenny Londo dhe pas intervistës së Xhaxhait, bashkangjitur me të është edhe intervista e një dentisti, që ishte banor i zonës dhe që e kishte njohur shumë mirë 23 vjeçarin. I ndjekim këto dy intervista që janë rresht. Pra këto ishin intervista se si e mëson live në fakt Xhaxhai 23 vjeçarit Mark Samson dinamikën e ngjarjes dhe çfarë ka ndodhur me nipin e tij dhe më pas gazetarët kolegët tanë italian kanë shkuar edhe aty ku fillonte të interesojë se çfarë ka ndodhur me nipin, e pabesueshme, nuk e dinte nëse nipi ka pas një lidhje me Ilarian, por ndërkohë edhe dentisti dhe banori i zonës thotë që unë kam njohur që të vogël dhe që dukej një djalë shumë i qetë. Apo jo, e përkthejmë së bashku dhe një herë e përmbledhim për gjithë teleshikuesit. Atëre, në fakt, në intervistën e parë ishte Xhaxhai, i cili e merr vesh nga gazetari që Mark ka rrëfyer, që e ka vrarë dhe kur i bëhet pyetja partneri i saj. Në fakt, përsa i përket gjithë dinamikës së ngjarjes, kjo ka qenë një dinamikë ngjarje e cila është zbardhur, por nuk është zbardhur akoma motivi të cilit ne presim që mbase hetuesit italian të shpallin dhe fakti se pse ka ndodhur gjitha kjo. Janë dhënë indicie si thash vetëm përsa i përket mospranimit të një ndarje. Të paktën informacionet e para janë pikërisht vazhdon akoma të jetë një pikpyetje për sa i përket motivit që e ka çuar deri në të lloj vrasje me thika dhe më pas... Mirë, unë do doja të merrnim pak në analizë jo vetëm ngjarje nga psikologu në klinik, i cili ka dashur t'i rikthehemi edhe një herë mesazheve të 23 vjeçarit me shoqen e Ilarias, pikërisht të dielën kur është zbuluar ngjarja, që janë shpërndar edhe fotot nga shoqëria e saj e shkollës, nga shoqet e dhomës, sepse familja ka vënë në lëvizje të gjithë policinë, ato pastaj janë shprehur që ajo ishte zhdukur që nga data 25 mars dhe ndërkohë që 23 vjeçari ditën e diel siç duket nuk i ka kthyer përgjigje dhe ditën e hënë i ka kthyer një përgjigje e cila do lexohet vetëm pas pak. Do doja nga regjia të shfaqnim edhe pak pjesën sipër, ta merrnim që në shqip se çfarë ka thënë në fakt. Më falë për shqetësimin, ju lutem pak më qartë regjia. Atëre, shoqja, Mark më falë për shqetësimin, por më erdhi ky lajm që Ilaria është zhdukur. Ka që të martën, digjet ti, ditën e diel Eduard dhe kemi një heshtje. Marku ditën e hënë, rreth orës 02:11 me sa duke u gdhir nga sepse të dielën ka ndodhur me datë 21:32 minuta, me sa shohim nga mesazhet. Po mundohemi ta zgjidhim me policinë, sapo të kemi lajme, do të të lajmëroj, nëse ke dëshirë faleminderit. Dhe më pas shoqja i përgjigjet, mua dje më erdhi foto dhe më kërkua ta shpërndaj. Pata idenë se ti dje diçka, por me sa duket që nga diçka serioze. Ndjes që të shkruajta në një moment si ky e kuptoj ato që po kalon. Nëse ka lajme të reja normale që dua të di, faleminderit. Atëherë, pse duhet ne të ndalojmë tek këto mesazhe? Po tani sepse është dinamika e ngjarjes së tillë. Edhe kemi të bëjmë me një person që nuk e dim prapavinë e tij të shëndetit mendor dhe prapavinë e tij mbi bazën domethënë se si është ndërtuar marrëdhënia, sa konfliktuoze ka qenë marrëdhënia. Tani ne po lexojmë vetëm pra një pyetje, një përgjigje dhe një konstatim. Po, mund të dalim edhe në wall, edi për ta sqaruar ku do të fokusohesh ti në fakt.
ta shohim pak në profilin klinik. Po. Për shembull, ka një mesazh nga shoqja vet. Shoqja vet ka një arsyetim pra se e ka ditur pak a shumë se si është gjendja e marrëdhënies tyre, pra ka një lloj konflikti. Pra dhe kanë pasur njëri të drejt për drejt. Në këtë rast po ta quajmë autorin ose i dashuri të ndjerës shoqes tyre. Dhe me njëherë i bën një pyetje, por pyetja e saj është me shumë shqetësim. Pra pyet një person që është shumë e shqetësuar për shoqen e saj. Tani, personi në kthimin e përgjigjes, që mendohet që është një person që në nivelin emocional, empatik, romantik, po them të mënyrën se si zhvillohet një marrëdhënie, ka gjithmonë një impulsivitet të lartë në mënyrën se si ndjen emocionet e tij për një person që e don, e dëshiron dhe ka humbur një kontakt. Por po ta shohësh personi ka kthyer një përgjigje që edhe një, nuk e di, ndoshta edhe një punojës në polici po të kishte pyetur, do ishte treguar pak më empatik. Dhe shiko çfarë përgjigje ka kthyer. Do të thonë, po mundohem ta zgjidhem me policin, sapo të kem një informacion, do të lajmëroj nëse ti ke dëshirë. Pra po ta shikosh mënyrën se si ka kthyer përgjigjen, është, do të thonë, konkretisht një person që ka disa tipare. E para ka manipulim, sepse nuk po tregon të vërtetën mbi djenin që ka, e dyta ka ftohtësi në mënyrën se si e përcjell informacionin, dhe e treta nuk jep, do të thonë, asnjë lloj, do të thonë, përgjigje që shpret pak një emocion apo një lloj pendese që mund të ketë ndodhur mbi situatën që ka për disa ditësh që ka humbur në këtë rast ishte dashura e tij. Pra duhet kishte një lloj empatie thua ti në përgjigjen e tij për t'i thënë shqetësimin. Nuk ka asnjë lloj empatie edhe të atij si ishte dashur. Normali një bisedë normale mbi një person. Nuk flasim në nivelet e zhdukjes, po dhe në një person që ka fikur telefonin, që mund të jetë në një gjendje të mirë, pra të stabilizuar në shtëpinë e saj që ka mbyllur çdo lloj kontakti me shoqërinë apo rrethin e saj më të afërt, të paktën i dashuri tregon një lloj empatie, pra dhe është akoma dhe më i shqetësuar se personat e tjerë që mund të kenë kontakt me ishte dashurën e tij. Ka qenë provokatore dhe pyetja pak më lart, Mark më fal për shqetësimin, por më erdhi një lajm që Ilaria është zhdukur. Sepse shoqja ka qenë në dënyi të konfliktit midis tyre dhe ndoshta pas konfliktit, pra pasi e ndjera ka ikur nga shoqja dhe ka shkuar për t'u sqaruar, pra ka qenë një bisedë mes tyre që ka thënë mund ikit të sqaron dhe nga ky moment nuk kanë patur më kontakt. Dhe kjo e ka bërë që këtë të jetë i përfshirë në mënyrë të menjëhershme. Dhe ajo prandaj e ka bërë dhe pyetjen pak hetuese në këtë rast për ta parë se çfarë përgjigje do ketë. Mënyra se si është përgjigjur ky të lën akoma më shumë të dyshosh, sepse një person që është shumë i shqetësuar për partnerin e tij nuk mund të kthejë dot një përgjigje kaq, domethënë precize dhe kaq, domethënë një përgjigje shumë të thjeshtë. Çka ka dhënë këtë përgjigje nga frika se mos zbulohej, mos të fliste më shumë se ç'duhet? Kjo është pjesa që ne do të diskutojmë tani dhe duhet i referohemi. Ne nuk kemi një diagnozë të shëndetit mendor, sepse secili nga persona që e ka njohur apo pranë tij janë surprizuar apo është kjo shoqë ka deklaruar në fakt që ka qenë një natyrë e qetë dhe un kam dalë disa herë edhe vetë me 23 vjeçarin. Po, jo, dua të më qëndrosh edhe në një moment, do ta themi që po kjo shoqë ka deklaruar që ne kemi dalë disa herë dhe jemi të ndjerë të befasuar sepse vërtet Ilaria ishte natyrë të rrequr, por dhe ky ka qenë një natyrë shumë e qetë. Mua dje më erdhi një foto dhe më kërkua ta shpërndaj. Pata iden se ti di diçka, por me sa duket që nga diçka serioze. Të kërkojnë ndjes që të shkruajta në një moment si ky. Sepse në rastin që shoqet kanë jetuar bashkë me të ndjerën, gjithmonë ndjera mund të jetë shprehur me shqetësim shumë të madh, pra dhe ky shqetësim vjen nga raporti që ajo kishte me ish partnerin e saj, që kanë patur mosmarrëveshje dhe konflikte të vazhdueshme që mund të ketë çuar deri në ndarje. Dhe ndoshta takimi është bërë në kushte tepër të vështira, pra në kushte që jo të dëshiruara nga vetë ndjera, por mbi bazën ndoshta e kushteve të presionit psikologjik për t'u sqaruar. Dhe nga ky moment kanë humbur kontaktet dhe dyshimi i saj ka qenë shumë i saktë. Pra personi i fundit që mund të ketë pas kontakt me të ndjerën, që ka qenë ish i dashuri. Pra, shumë transparente shoqja dhe mesazhe të ndjera, që ndjes që të shkruajta në një moment si ky e kuptoj atë që po kalon si ish i dashuri, nëse ka lajme të reja normal që dua ta di. Faleminderit i thot, sepse ai thot, nëse ke dëshirë thot do të lajmëroj, nëse ke dëshirë. Po pra, eksaktësisht. Pra, mesazhi që e ka kthyer është një mesazh domethënë shumë, pra, nuk të lë vend për asgjë tjetër. Pra, po ta shikoj një person që është i papërfshirë në këtë, duket si një mesazh që ka ardhur nga një person që punon në një strukturë të posaçme të, pra duke hetuar ngjarjen dhe një person që po themi që ka qenë shumë i lidhur, pra që ka qenë shumë i lidhur dhe personi ndoshta më i afërt emocionalisht nga gjithë personat tjerë që e ndjera ka edhe shumë pak tek mesazhi i parë ka që të martën. Mark, më fal për shqetësimin, po më erdhi ky lajm që Ilaria është zhdukur, thot, ka që të martën. Dëgjoj ti? Pra, edhe kthimi përgjigjes këtij, ka qenë një përgjigje që sepse ne do shpjegojmë pak edhe tiparet e një personi pra kanë filluar të dyshojnë edhe shoqëria e vajzës?
të paktën shoqja unë mendoj që ka qenë eksakte dhe shumë e saktë në atë që edhe si mënyra si ka futur dhe si ka kthyer. Ka hamendësuar, e ka dyshuar plotësisht, normalisht është treguar e kujdesshme pa synuar pra në drejtim të autorit pra për të kërkuar shpjegime, por dhe ajo ka bërë një pyetje hetuese. Mënyra si është përgjigjur personi, pra ne thamë që është një përgjigje që edhe po kishte qenë një person që punon në një strukturë të posaçme të hetimit të rastit, do kishte kthyer një përgjigje pak domethënë më, po themi, më empatike dhe më bashkëpunuese me. E qartë. Edia, akomodohu ulu në pozicionin tënd, jeni të dy që në pjesën e tretë do të komentoni në lidhje me ngjarjen, për pjesën emocionale, klinike, psikologjike dhe tiparet e 23 vjeçarit, ndërkohë që se çfarë rëndojmë mbi 23 vjeçarin dhe pse i ka ndodhur hilarjas kjo gjë, e themi vetëm pas pak se kam kaluar shumë nga momenti për të lançuar publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Atëherë në këto momente në kohë reale na kanë mbritur edhe disa detaje të tjera, sepse në fakt kanë folur edhe shokët e 23 vjeçarit Mark Samson, të cilët nuk tregojnë asnjë lloj mëshire dhe pendese për atë që ka bërë shoku i tyre. Janë të gjitha këto deklaratat e mediave italiane, sepse dhe ato po shkojnë dhe po gërmojnë mbi të shkuarën e 23 vjeçarit, me sjellje të cilat në pjesën e dytë i komentoi edhe psikologu jon klinik, ai deklaron që për te mëshirës që nuk duhet të pasur dhe sjelljeve që ndoshta nuk janë kontrolluar ndër vite, ai pretendon që për te marrëdhënieve që unë kam pasur, ai në fakt ka ngacmuar dhe një shoqen të dashurën e një shokut ton. Nuk e di ku do t'i përfshish Edi në komentet e tua, e vazhdojmë komentin derisa gjëja të shfaqet dhe atë që kemi mundur të marrim në këtë hapësirë të dytë publicitare. Tani ideja është se gjithë persona që e ka njohur autorin në këtë rast thonë të gjithë kanë qenë i qetë. Okej, por tani ne duhet ta marrim këtë qetësinë pak si komponent, pra nga se mund të burojë gjithë kjo qetësi. Ka raste që qetësia mund vi si rrjedhojë një impirje emocionale që përjeton personi, ka raste që mund vi si rrjedhojë e shtypjes emocionale që ka personi, ose për shkak të kamuflimit emocional që mund të ketë personi në këtë rast. Ngjarja është tepër e rëndë dhe ne normalisht nuk kemi një diagnozë të shëndetit mendor mbi cilën të flasim dhe të themi se sa e justifikueshme është kjo diagnozë me sjelljet që ai ka bërë nga fillimi deri në momentin që ka kryer të gjithë aktin ekstrem. Por kemi disa tipare të rëndësishme. Pra në mënyrën se si është kryer e gjithë po themi skena, e cila ka sjellë edhe vrasjen e të ndjerës. E para kemi një tipar që është shumë i rëndësishëm që është pra ftohja emocionale, mbi cilën personi ka kryer të gjithë aktin. E dyta është mungesa e ndjeshmërisë ndaj personit që ka kryer aktin. E treta është manipulimi që ka bërë më pas të gjithë rrethanave të ndryshme që ai ka përdorur, pra për zhdukur edhe pjesën e kufomës. Dhe e fundit është edhe pjesa e mungesës pendesës. Të katër këta janë tipare shumë të rëndësishme për ta drejtuar në drejtim të një personi psikopat. Pra, ne nuk kemi një diagnozë sepse kjo i takon po them unë ekspertizën bie kolegjiore dhe ekspertizën shëndetit mendor për ta bërë. Ndalojmë pak, ju lutem regjia, ma nxirni pak në shqip atë që se më pas e japim edhe italisht. Një shoku i klasës së Mark Samson deklaron: "Nuk dua ta mbroj, nuk e meriton asnjë thërrim me mëshirë. Mund të them që nuk shkonte shumë dakord me mua, shumë mirë me mua dhe disa shokë të tjerë. Ka mësuar në të kaluarën, ka provuar të ngacmojë dhe të dashurin e një shoku ton. Nuk besoj se bëhet fjalë për një problem mendor, por për një sjellje e cila me kalimin e viteve nuk është kontrolluar." E nxjerrim dhe në italisht, po? Zakonisht janë sjellje që nëse vazhdoj linjën e logjikës që kisha, domethënë logjikës klinike, janë sjellje që mund të jenë sjellje impulsive. Por tek një person i cili ka këto tipare që ne folëm mbi tiparet e psikopatisë, e ka, po them, aftësinë që kur është me njerëzit e tjerë të arrit ta kamuflojë sjelljen e vet. Prandaj edhe të gjithë njerëzit që kanë qenë pranë personit, shpeshherë thonë ai ishte person shumë i qetë, shumë i dashur, shumë i respektueshëm etj. Sepse është natyra dhe tipologjia pikërisht, po them unë, e këtyre tipareve që kur është në një mjedis, në një grup personash, janë persona shumë karizmatik, sepse këtu e kanë aftësinë manipuluese që ato bëjnë, që kur janë me një person ose disa persona, lënë gjithmonë një shije shumë të mirë. Edhe pse kjo shije mirë që ato lënë me të tjerët nuk është konform me gjendjen e tij emocionale të brendshme. Dhe prandaj gjithmonë kur ndodh një rast i tillë, ne vëmë në duke që ishte një person i qetë, person i sjellshëm, person pa probleme,
e shumë tjera si këto. Por ama akti ekstrem që ka bërë, automatikisht unë mendoj që na çon drejt një prapavije të shëndetit mendor. Një element tjetër që është i rëndësishëm, sepse shpesh herë kur ndodhin ngjarje të tilla, menjëherë thonë e ka bërë në kushte tronditje, e ka bërë pra ka qenë i pavetëdijshëm kur ka bërë, i paf për të kontrolluar impulset. Ne duhet të sqarojmë diçka. Një ngjarje e tillë është, pra, nëse ne jemi në kushtet e një çrregullimi personaliteti, është bërë me vetëdije, sepse një ngjarje e tillë nuk mund të bëhet në mënyrë të pavetëdijshme, sepse nga momenti që ka nis skena e krimit deri në momentin që ai ka rritur, ka zhdukur kufomen, ai ka arritur të analizojë çdo rast me detaj. Pra, si në momentin që e ka kryer, si në momentin që ka zgjedhur pra mënyrën e spostimit, vendin në cilin e kanë hedhur dhe gjithë pjesën tjetër më pas që ai ka patur, ai ka shkuar në punë, ka patur nëse nuk do ishte zbuluar, nuk do arrinte kur askush për shemb të shifte një shenjë pendesë ose një shenjë emocionale të tij për atë që kishte ndodhur, do vazhdonte jetën me ritmin normal të përditshmërisë së tij. Shiko, fjalët e Markut ku pasi ka pranuar krimin polici në kuesturën italiane ka qenë vetëm kërkoj falje. Thot kjo gjë për ju? Kush kërkon falje? Marku. Personi që e ka bërë. Po. Pasi është rrëfyer, të vetme fjalë që ka thënë në kuestur ka qenë kërkoj falje. Çfarë do të thotë? Çfarë tregon? Thellon më shumë teorinë tënde? Tani, ideja që këtu do jenë disa dinamike që do shqyrton, sepse nuk është vetëm të gjendet, pra arsyeja është një element që për të zbardhur ngjarjen, po do shkohet shumë herët në kohë për të kuptuar se pse ky person arriti deri në këtë pikë. Pra, normalisht janë shumë, do jetë një punë e vazhdueshme për të bërë atë akt ekspertizën që ne duam për të parë se çfarë çon, sepse të dalë gjithë një qytet i Romës, që është një nga qytetet më antike të botës, një nga qytetet që ka ndoshta një nga historitë më të mira ose po themi më të dashura për botën, sepse është një qytet historik dhe të dalin në protestë për një ngjarje të tillë, kjo tregon që do marrë një vëmendje shumë të madhe dhe me kalimin e kohës. Një element tjetër është shumë e rëndësishme, sepse për të parë nëse krimi kryhet me vetëdije apo jo vetëdije. Në këto raste duhet parë mirë ekspertiza për të parë nëse ky person, në momentin që e ka kryer krimin, ka qenë i shkëputur apo jo nga realiteti, sepse kjo është edhe një pikë pyetje tjetër, pra në ç'kushte e ka bërë, pra cilat janë kushtet e shëndetit mendor në momentin që e ka kryer. E dyta, nëse e ka kryer, pra me vetëdije dhe ftohtësi të plot, a ka patur një person bashkëpunëtor, pra dhe kush mund të jetë personi më i afërt, sepse normalisht janë lëvizur disa gjëra dhe përderisa ka arritur ta çojë deri në një vend 40-50 kilometra larg, mund të ketë edhe një ndihmë që mund të ketë ardhur nga një person tjetër i cili ka bashkëpunuar me rastin dhe ka ndihmuar rastin. Prandaj janë shumë gjëra të cilët i takon grupit hetuesve, por edhe ekspertiza mjekologjore për të dhënë më tepër dritë mbi të gjitha këto, po themi hije ose të gjitha këto gjurmë që do gjenden ditët në vazhdim. Në fakt është edhe një lajm i fundit, nuk e di, do t'i duhet pak kohë regjis për ta shfaqur. Trupi i sëres akoma nuk është njohur nga familjarët, veçanti nga Elma, e cila nuk është në gjendje psikologjike për të vazhduar këtë procedurë sa të vështirë, aq edhe të obligueshme për të detyrueshme për të. Këto, në fakt e detyrueshme për rastin, sepse po përkthehet në kohë reale, e heqim regjia, ndërkohë që unë bëj përkthimin, të kemi mundësi edhe të ndjekim lajmet që na vinë nga Italia. Po e bëj unë përkthimin në kohë reale, nuk ka nevojë për ta nxjerrë përkthimin tim të titruar këtu. Nëna pra është një gjendje shumë të vështirë, edhe pse ka të detyrueshme nga ligji, por nuk e vazhdon dot procedurën. Në fakt edhe mbrëmjen e dieshme, gjithë familjarët kanë treguar që ajo ka shkuar në spital. Sepse normalisht edhe kjo duhet mirë kuptuar se bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndë dhe pra, në çfarë do lloj rrethana që të bëhet vrasja një familjare është një shok i jashtëzakonshëm psikologjik, por është një vrasje që është në kufit e makabriteti, pra në mënyrën se si nuk arrin ta njohë edhe për mënyrën se si është sjella ime kufomën, kjo është një nga që bën tmerruese këtë ngjarje. Një nga pikat që mbi të paktën do hulumtohet është sepse mund të kishte ndodhur si vrasje, e cila është totalisht e pa justifikueshme, por mënyra apo mekanizmi që është përdorur për të bërë këtë vrasje, sepse tregon që ka patur një urrëtie shumë të madhe ndaj viktimës në mënyrën se si ka vepruar, pra e ka vrarë me ftohtësi, më pas mund të ketë përdorur mjete prerëse për ta vendosur në valizhe dhe më pas ka marrë valizhen dhe e ka dërguar për të humbur kufomën. Ja dhe një detaj tjetër, vendi ku është hedhur trupi i 22 vjeçares shqiptare, Mark Samson e njinte shumë mirë se e bën te pothuajse çdo
çdo ditë malin me bicikletën e tij. Pra bënte shëtitje me bicikletë pikërisht në këtë zonë, njinte shumë mirë zonën. Po prandaj të thash sepse janë krime që normalisht personi ka vetdijen e plot, pra ka kontrollin e vetdijes plot. Pra në momentin që e bën, sepse po ta shikosh të gjithë skenën nga fillimi deri në fund, pra ka një vetdije dhe koshiencë. Pse? Nga momenti që ka bërë vrasjen deri në momentin që ka zhdukur kufomën, ai ka vepruar në dy linja. E para ka ditur veprimin që ka bërë dhe si zhduki kufomën, dhe e dyta ka ditur si zhduki gjurmët për të mos rënë në gjurmët e policisë dhe mënyra se si ka vepruar. Pra duke marrë telefonet të dashurës dhe duke kthyer përgjigje të cilat në një farë mënyrë ka qenë paksa diferencuese ose po them përjashtuese për njerëz të tjerë, ose duke thënë që nuk kam nevojë të më shkruani, pra kjo tregon që ai e ka bërë me vetdije, pra dhe ka qenë një plan që në mendjen e tij mund të jetë organizuar dhe hartuar kohë më parë dhe ka vënë zbatim pikërisht në atë moment. Mirë, mbi dyshimet e tua të doja të kaloja pak se çfarë rrezikon 23 vjeçari, jo se na intereson shumë, por për të kuptuar më tepër dhe për të bërë një krahasim midis legjislacionit në Itali dhe në Shqipëri. Nëse do të ma përmbledhësh pak shkurt në këto 4-5 minutat e fundit të emisionit. Kërkoj ndjes. Lutem. Atëre, në bazë të pretensës që ka kërkuar prokuroria italiane është vrasje me dashje dhe fsheja e kufomës. Pra këto janë dy veprat penale të cilat ata kanë kërkuar për Mark Samson. Në fakt, në kodin penal italian, në neni 575 është parashikuar vrasje me dashje, ajo ka disa elementet e vrasjes dashje është ajo e cila ndodh me paramendim dhe pa paramendim. Në fakt ka disa element të cilët varet dhe pastaj dënimi që do të marrë secili nga autorët. Ardhja e një pasojës të vrasjes një personi në të dyja rastet është objekti kryesor. Por, në momenti që bëhet një vrasje e thjesht me dashje, ajo nuk ka element paramendimi, ndërkohë që nëse bëhet një vrasje me dashje e paramenduar, ajo ka dhe përveç faktit të inskenimit planifikimit të vrasjes, është gjithashtu dhe përdorimi i mjeteve për ardhin e pasojës, që është në këtë rast vdekja e personit. Po nëna që nuk arrin dot të njohë trupin, këto janë lajmet që na vijnë nga Italia që ka munduar edhe ta përkthej në kohë rekord. Atëre, në fakt, përse përket... Nëna, do më thënë e ka ndërprer njohjen e trupit të vajzës, edhe pse i ka detyruar me ka prokurën, në fakt. Okej, ajo mund të bëhet, në fakt, në momentin e parë është një tronditje dhe një shok, që tha dhe Edi, por është një procedurë e cila duhet bërë, dhe nëse nuk mund të arrit bëhet nga nëna, do bëhet nga familjarë të tjerë, dhe më pas me masa të cilat mund të identifikojnë viktimën, sepse varet nëse qëndron, dhe dekompozimi trupit, varet gjithmonë në shkaqet e mjedisit, nëse është temperatura, ujit, pra këto ndryshon dhe nuk e dim se sa e identifikueshme është tani në këtë rast Ilaria. Megjithatë, është një procedurë e cila duhet vazhduar. Përsa i përket dënimit, që e kishim më përpara, është një dënim në kodin italian është parashikuar që vrasja me dashje me paramendim dhe në përdorimin e mjeteve prerse, si që në këtë rast thika, dhe azilësimi trupit dënohet me burg nga 21 dhe 24 vjetë. Këtu në fakt janë rrethana rënduse, ai mund të shkojë dhe deri në burgim të përjetshëm. Ndërsa përsa i përket kodit penal shqiptar, në fakt do bënim dhe një rast analog, është parashikuar që vrasja me dashje ka një dënim nga 10 deri në 20 vjetë. Pra, pak e shumë minimale dhe maksimale në kodin shqiptar është më e vogël, krahasuar me atë... Ne kemi më të vogël. Ne kemi më të vogël dënimin. Po, dënimin për vrasje me dashje ne kemi më të vogël. Ndërkohë që kodi italian e ka një dënim më të madh, si minimali dhe maksimali, sepse është 21 deri 24. Nëse ka përfshirje të familjarëve të tij, se a është e mundur që prindrit tek dhoma ngjitur të mos kenë dëgjuar? Në fakt, për sa kohë që është bërë një konflikt, sepse ne nga të dhënat kemi që është një konflikt. Në moment që kemi konflikt, ne kemi ngritje zërash, ose ndoshta zhurma të cilat kanë të bëjnë me përplasje dhe fizike. Kështu që është e pamundur që kjo gjë mos të dëgjohet në dhomën ngjitur, po mendoj që edhe në gjithë katin është pothuajse pamundur. Mendoj që ka përfshirje dhe të prindërve, por fakti që ata janë zhdukur implikon akoma dhe më shumë, sepse ata duhet të ishin aty për dhënë deklaratat. Në fakt, që nga data 25 që shoqja pretendon të martën deri me datë 30 që familja
ka vënë në lëvizje? Merr një pjesë Pa tjetër. diskutim. Po, Mendoj që ka ndihmuar, vetëm pak, Edith, lutem. Ka ndihmuar për largimin. Ka ndihmuar dhe normalisht shkalla e përfshirjes së tyre duhet vërtetoar nga prokuroria, por që gjithë kjo vrasje makabër nuk besoj që mund të bëhe vetëm dhe sidomos Po sikur të mos tërheqja e kishte qenë trupit. data 30 dhe festimi i Fitër Bajramit, do ishin shtyrë ditë të tjera, jo se nuk të zbardhej si ngjarja, por nuk e di, mund të kalonin shumë kohë edhe në dekompozimin e trupit. Imagjino, domethënë trupin se çfarë ka ndodhur sa që nëna ndërpret ka 24 orë her pas here edhe njohjen e trupit, nuk po arrin dot të bëj këtë procedurë. Do ishte përdorur ADN-ja pastaj për të identifikuar personin. Për sa i përket familjarëve mund të marrësh edhe një pjesë tjetër. Marrim atë shembullin që familjarët ishin dhe nuk dëgjuan gjë. Po bëhet fjalë për një vrasje që ka ndodhur brenda në shtëpi që minimalisht ka lënë mbetje, sidomos është bërë ditën, si ka dalë valigja, ku është gjetur valigja, ku është gjetur thika. Po marrim një pjesë tjetër që familjarët thanë ishin po nuk dëgjuam gjë. Ka lënë aq shumë mbetje aty dhe është përgatitur terreni për të marrë kufon dhe për ta çuar më pas për ta hedhur dhe për ta zgjesuar diku tjetër, sa është e pamundur që familjarët mos jenë. Tek këto mbetje kërkon një sqarim të vogël, Gjeni, që e kishte dhe ne diskutuam më pak. Te mbetje tek njollat e gjakut, çfarë ka ndodhur? Po pra, kjo është ideja që aty është bërë një fshehje, pa diskutim që është bërë një fshehje, sepse njollat e gjakut është e pamundur që të fshihen totalisht, pra nëse vete një grup ekspertize ligjore, normalisht gjen njolla gjaku, pra të konfliktit, sepse nuk besoj që kanë arritur që të shfrytëzojnë të gjitha. Ne po gjejmë vrasje të shumë viteve më përpara me anë të njollave dhe me anë të mbetjeve. Kështu që aty duhet të ketë patjetër njolla gjaku të cilat e vërtetojnë dhe implikojnë zotrin, po dhe gjithë familjen, sepse sigur që ka një bashkëpunim në këtë vepër penale. Nëse ne bëjmë krahasimin e dy procedurave në Itali dhe në Shqipëri, edhe zbardhja e kësaj dinamike në korrekord, familja është vënë në lëvizje vetëm ditën e diel me datën 30 se e kanë pritur edhe një herë tek treni Ilarian për të festuar Fitër Bajramin dhe me një herë ditën e martë rreth orëve para të mëngjesit, ai ka pranuar 23 vjeçari krimin dhe me një herë mediat italiane ditën e mërkurë, ditën e dieshme dhe mediat në Shqipëri kanë shpërndar lajmin. Më duhet ta mbyll. Po, vetëm një fjali se është shumë e rëndësishme dhe kjo se më shkruan dikush thotë, po ndoshta thotë mund dalim me çrregullimet e shëndetit mendor dhe mund ta nxjerrin nga burgut. Të binden të gjithë ato që na dëgjojnë. Vrasjet e tilla apo dhe shumë vepra të tjera penale, në moment që ka një çrregullim shëndeti mendor, nuk do të thotë që do dalin nga burgu dhe do jenë të lirë. Absolutisht shkojnë në kushte gjithmonë në varësi të diagnozës deri në kushte izolimi ose rehabilitimi për të trajtuar, por ditën ditë do ta bëjnë njësoj si burgu atje brenda, vetëm se do jenë në kushte mjekimit të detyruar. Faleminderit edhe për gjithë ata që po na shkruan dhe po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi munduar të sjellim një tablo të asaj çfarë ka ndodhur dhe si është zbardhur vrasja 22 vjeçares, edhe një herë familjes Sula në Itali por dhe në Shqipëri, ngushëllimet e drejtë për drejta të sinqerta, Zoti i dhënë të forcë për të përballuar këtë dhimbje të madhe, sidomos nënës, babait, vllait, gjyshërve, dajave, xhajave, hallave dhe tezeve të 22 vjeçares, shoqërisë, pedagogëve të cilët e kanë njohur. Shikojmë edhe në këto momente sa familje e bukur, familja Sula shfaqen të gjithë së bashku, duke ardhur dhe duke vizituar shpeshherë edhe Shqipërinë. Ilaria në fakt ka qenë shumë e ngushtë me vendlindjen e saj me lushnjen, prandaj edhe një herë duhet ta bënim këtë emision siç bëjmë edhe emisione të tjera, rast shumë makabër, rast i pa dëgjuar më parë, por mos harroni edhe çiftin Pasho, të cilin e kemi përpara disa viteve në transmetim të drejtë për drejtë, trupi të cilëve u gjet edhe ai po në këtë mënyrë si të Ilarias me valigje dhe përfshirë edhe e dashura e djalit tyre. Dy ngjarje makabre që kanë ndodhur në Itali, në ngjarjen e çiftit Pasho përfshirë pikërisht një shtetase shqiptare dhe në rastin konkret një shtetas filipinez. Do të i kthemi kësaj ngjarje sapo të kemi edhe të tjera intervista ekskluzive, edhe një herë babait të Ilarias i kam çuar një mesazh ngushëllimi të drejtë për drejtë nga numri im personal. E mbyllim këtu transmetimin e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur. Jepni mendimin dhe opinionin tuaj ashtu siç kishte bërë edhe profesori dhe shoqja e Ilarias. Na duhet një revolucion emocional, kulturor, familjar, arsimor. Bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular. Na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Menjëherë redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk keni përdoruesi rrjeteve sociale, mund vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja
Edemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale, po në këtë adresë dërgoni edhe letrat tuaja, emisionin e plot dhe gjërat ekskluzive që kemi transmetuar ditën e sotme, do t'i ndiqni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkëndajemi këtu, të nderuar miq, për t'u ritakuar në ditët në vim. Deri atëherë më takofshim.